Të nderuar shikues dhe lexues të Agjencisë së Lajmeve Mia, kemi nderin që në studion tonë të kemi liderin e Partisë Alternativa, zotërisë Zeqiria Ibrahimi. Zotërisë Zeqiria, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranua ftesën. Mirë shëqeta dhe ju falenderit për ftesë. Zotëri Ibrahimi, ditë më parë, si koalicion Vlen, organizuat një panel për një vjetorin e qeverisjes, ku dhe numëruat disa nga të arriturat. Për me detasimin, rritjen e pagave në disa sektor dhe pensionet. Cili do t'jetë tani e tutje fokusi alternativës në kuadrë të koalicionit lidhur me përcaktimet programore. Falenderit për kyqen dhe për mundësin. Se pari duhet të saktësoj se nuk e kisha ndarë cili është fokusi i alternativës, për shkak se ne vetë perceptohemi si një subjekti përbashkë politik Vlen, edhe pse jemi organikisht disa parti brenda, andaj do të flasë gjithnjë si Vlen cilat janë objektivat tona, se sa si parti politike, për shkak të koreksis me cilën e kemi edhe me kolegët brenda Vlenit. Ashtu si që shpalosëm edhe në ceremoni që u organizua për shënimin e një vjetorit të pjesëmarrjes së Vlenit në qeverisje, ne i thjeshtë duke zbatuar atë që kemi premtuar në programin zgjedhor Vlen të vitit 2000, për zgjedhjet e vitit 2024. Siç edhe e pat, ne folëm edhe gjatë atij aktiviteti për zbatimin që është bërë në kufizimin e kazinove, për që është bërë në luftën kundër krimit e korrupsionit. Folëm për sukseset që i kemi pasur në fushën e arsimit, veçanërisht ishte njëra nga pjesët që unë e fola përpara atij auditori. Folëm për pjesën e jetës sociale, të sportit e të tjera. Gjithnjë do të vazhdojmë të punojmë mbi këto premisa. Ajo çfarë na pret janë zgjedhjet lokale dhe detyrimisht vihemi në funksion të zhvillimit të infrastrukturës lokale. Ne kemi pasur njëra nga pikat e marrëveshjes sonë ka qenë edhe fuqizimi i decentralizimit fiskal dhe konform kësaj është marrë dhe vendimi i qeverisë për çdo vit, qeveria të ndajë nga 250 milion euro, për të cilat në proporcion barabartë do të investohet edhe në komunat shqiptare, dhe unë mendoj që ajo çfarë vijon do të jetë veçanërisht e fokusuar në zhvillimin e infrastrukturës lokale. Zotëri Ibrahimi, sfidë serioze për pushtetin aktual mbeten ndryshimet kushtetuese. Cili është qëndrimi juaj i lidhur me këtë çështje, duke pasur parasysh se VMRO-DPMNE-ja mbetet në qëndrimin e saj, se nuk do të kenë ndryshime kushtetuese pa garanci të qarta dhe marrëveshje. Po, kjo ka qenë njëra nga pikat me cilën ne kemi krijuar këtë qeveri. Për hir të vërtetës, Alternativa, si subjekt ka qenë në veçanti e angazhuar në temën e integrimit në Bashkimin Evropian. Ju e dini se ministri i integrimit evropian është i Alternativës dhe kemi bërë gjithçka që ka qenë në fuqinë tonë për ta shtyrë këtë proces. Për informacionin tuaj dhe të opinionit, ministri Orhan Murtazani është vlerësuar edhe vlerësohet gjithnjë nga gjithë partnerët e Bashkimit Evropian. Së fundi ishte në vizitë edhe në Paris, ku është mirëpritur në mënyrën më të mirë. Por e vërteta tjetër është që integrimi në Bashkimin Evropian ose hapja e negociatave nuk varet vetëm nga faktori as Vleni, as nga shqiptarët, por as vetëm nga Maqedonia e Veriut. Domethënë janë disa shtresa që e kushtozojnë hapjen e negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Është një kontest tashmë një kohë më gjatë mes fqinjit ton lindor Republikës së Bullgarisë me vendin ton për çështje që kanë të bëjnë me identitetin e gjuhën, kërkesa e bashkë e partnerëve tanë që jemi në qeveri ka qenë në vazhdimsi që të garantohet si proces që pas kësaj nuk do të ketë veto të tjera nga ana e Bullgarisë ose nga një institucion i Bashkimit Evropian. Për fat të keq, akoma nuk është gjetur një gjuhë e përbashkët në këtë aspekt dhe kjo e ka penguar
që të votohen ndryshimet kushtetuese në kuvend. Në çdo takim e kemi folur dhe flasim edhe me kryeministrin, por ky proces nuk është zhbllokuar dhe për këtë nuk dua t'i fajsoj vetëm partnerët tanë qeveritar, por është një proces që e kërkon edhe mbështetjen më të fuqishme të Brukselit, edhe mirë kuptimin e Sofjes, kurse sa për shqiptarët jam i sigurt se jo vetëm Vileni, por edhe çdo deputet shqiptar në Kuvendin Republikan është i gatshëm që sot t'i votoj ndryshimet kushtetues. Qeveria ku bëni pjesë edhe ju si vren miratoi propozim ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. BDI shpreh shqetësim për propozim ligjin i cili sipas tyre nuk ofron zgjidhje, por i thellon pa barazit. Ju si koalicion e vlerësuat si historik, siç thatë për shkak se për herë të parë përfaqësimi i drejtë si kategori kushtetuese nga viti 2001 po merr zgjidhje ligjore. Si i komentoni kritikat e BDI-s? Është e pritshme që opozita të ketë reagime, për fat keq ata nuk din të vlerësojnë as gjërat që janë të mira, domethënë ata kanë qenë në pushtet shumë gjatë kohë dhe asnjëherë nuk e kanë iniciuar të miratohet një ligj i këtillë, domethënë e mban mend opinioni që ata kanë qenë krejtësisht indiferent ndaj çështjes së ligjit dhe janë kënaqur me një aplikacion, me një software që opinioni e njeh me një term balancuesi, dhe për cilin vetë ata në maj të vitit 2023 janë deklaruar se është bërë jo efikas dhe duhet të hiqet. Dhe edhe në kohën që kanë vendosur që ta heqin balancuesin, ata nuk kanë pasur asnjë zgjidhje ligjore. Dhe sot kur vlenin në bashkëqeverisje me VMRO dhe DPMN-in, arrin ta bëjnë një ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, ata janë që reagojnë se ky ligj nuk po i plotësua kanë nevojat e përfaqësimit të shqiptarëve në institucione. Ne kemi thënë gjithnjë se asnjë ligj nuk ka vlerë absolute dhe ka mundësi të korrigjohet edhe të përmirësohet, por nuk mund të mohohet fakti se vetëm ajo që do të kemi një dispozitë të rregulluar me ligj, domethënë flet shumë për seriozitetin në cilin kjo qeveri i qasjes temës së përcaktimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Ne e dimë se kjo është një dispozitë e marrëveshjes së Ohrit dhe ne nuk kemi qenë të kënaqur që kjo të mbetet as në vullnetin e dikujt ndonjë faktori politik, as në përllogaritit e një softveri, por e kemi kërkuar që kjo të ketë zgjidhje ligjore dhe sot është zgjidhja ligjore, që të mos ketë asnjë kontestim tjetër, është vendosur bashkërisht me partnerin tonë në qeveri që fillimisht të dërgohet në Komisionin e Venecias dhe pastaj të kalojë edhe në Kuvendin Republikan. Shpresoj shumë që edhe kjo opozitë shqiptare të këndelet dhe të ta vlerësoj çastin se kjo zgjidhje është ku e ku më e mirë se sa gjendjen të cilën ata e kishin dhënë në përfaqësimin e shqiptarëve. Andaj unë i ftoj që të mos e sabotojnë miratimin e këtij ligji, por të jenë të ndërgjegjshëm e të përgjegjshëm e ta kuptojnë se shumë është e rëndësishme që të kemi një ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të gjitha etnive në Maqedoninë e Veriut. Propozim ligji është dërguar në Komisionin e Venecias? Por nuk mund të them saktë për shkak se unë vetë nuk jam në zgjedhjet nuk jam pjesëmarrës i mbledhjeve të qeverisë, por ose është të dërguar ose është në tërgim e sipër, ajo është me çështje teknike dhe nuk ka të bëjë me çështjet e vendimeve politike. Opozita ju akuzon për dështim në punësimin e shqiptarëve, sidomos në institucionet qendrore, ku ky raport sipas tyre është tejet i ulët. Dhe ka që vetë ju në një podcast keni paralajmëruar 2500 punësime të të rinjve shqiptar para se të shpallen zgjedhjet lokale. Sa është arritshme kjo sipas jush? Do thonë, ne kemi sfiduar opozitën shqiptare që ta zgjedhin cilin vetë ata e duan, nga qeverisja e tyre prej vitit të 2002 deri në vitin 2024,
me cilin vit të tyre dëshirojnë të krahasohen për punësimin e shqiptarëve në institucionet e shtetit. Unë jam i sigurt se kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në të kaluarën që 2500 shqiptarë të punësohen e të avancohen brenda një viti. Ky proces është në zhvillim e sipër, janë gjërat, do të thonë, teknike të lidhjes të kontratave, dikun të mbylljes të konkurseve, por kemi dakordim të paluhatshëm që deri në shpalljen e zgjedhjeve lokale i bie deri në 8 gusht, kur mund shpallen zgjedhjet, të përmbyllet ky proces dhe ne jemi të gatshëm që të raportojmë edhe me shifra të sakta se me cilat institucione kanë ndodhur ato punësime dhe ato avancime. Kjo nuk është diçka që ne mund të ta fshehim e ta mbajmë jashtë syve të opinionit, por janë gjëra që do të kalkulohen me numra dhe opinioni të ketë mundësi që ta shohë saktë se ky nuk ka qenë një premtim bosh, por një vendim të mbajtësor. Së fundmi Vlen ka hapur një tepë mjaft serioze në opinion sa i takon regjistrimit, sa që me regjistrimin e vitit 2021 është bërë tradhtia ka ish përbërja DSDM BDI, sidomos në fshirjen e Margatës, që ajo trajtohet si jo rezidenta. Në shumicën e komunave shqiptare, pra rezulton se ka më shumë votues se sa banor të regjistruar. Pse hapet kjo temë? Mu tani. Në realisht më duhet të saktësoj se këtë temë nuk e ka hapur Vleni, por kjo u bë temë për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila e anuloi vendimin që ka qenë atëherë që regjistrimi të zhvillohet duke i regjistruar qytetarët si rezident e si jo rezident. Dhe ne thjesht u përgjigjëm duke e parë faktin e këtij, bie që ata cilët e kanë bërë regjistrimin e atij viti, në qoftë se mund ta përdorim atë term që e përdor opozita, që ata faktikisht e kanë të tradhtuar në gatën shqiptare për shkak se në mënyrë të padrejtë e kanë vendosur kategorinë e qytetarëve jo rezident. Dhe ky ka qenë reagimi ynë që ta saktësojmë, sepse ata gjithnjë po thirrën mbrojtjen e të drejtave etnike shqiptare dhe në gardian të shqiptarëve, por realisht ata cilët i kanë dëmtuar shqiptarët janë pikërisht ata për shkak se në gatën shqiptare kanë vendosur në kategorinë e qytetarëve jo rezident. Qëllimi ynë është që gjithë shqiptarët, gjithë shtetasit e këtij vendi të jenë të përfshirë në numrin e përgjithshëm të popullatës dhe të mos lejohet të diskriminohet askush, pavarësisht se gjatë vitit sa kohë kalon në vendlindje ose jo. Kjo është një çështje tjetër, përse ne nuk mund t'i gjykojmë qytetarët se ata janë me punë të kërkoshme diku jashtë vendit. Gjithsesi kjo nuk e luhat faktin se shqiptarët janë afër 30% dhe kjo nuk e dëmton as pak korpusin e të drejtave etnike të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, edhe koalicioni juaj Vlen, por edhe Sonte Evropian, po paralajmërohen si tore në zgjedhjet lokale. A mund të presim që së bashku me zgjedhjet lokale të mbahen edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Jo, domethënë këtë e kemi deklaruar edhe ne, edhe kryeministri, që nuk ka asnjë arsye të vetme që duhet të shkohet edhe në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Shumica është stabile, bile kishim një rastin e fundit ku desh të miratohen disa ligje dhe të merren disa vendime në kuvend me shumicën e plotë, domethënë me shumicën e 2/3 dhe me padenterin, ashtu quhet padenterin e madh, dhe realisht në kuvend u deklarua se ka një shumicë të 2/3 dhe madje edhe një shumicë të padenterit. Andaj nuk ka asnjë arsye që të shkohet në zgjedhjet të parakohshme kur flasim në kuptim të të numrave që janë në kuvend. Pjesa tjetër e dëshirave të disa partive që janë pak natyre që rrinë në opozitë
ajo është çështje e pakënaqësisë së tyre dhe për shkak se akoma nuk mund ta vetë perceptojnë veten se janë parti opozitare dhe opozita e ka çmimin cilin ata duhet ta paguaj. Realisht ne jemi dakorduar që zgjedhjet lokale të mbahen veçmas, ato do mbahen në vjesht të këtij viti, diku në mesin e muajit tetor, kurse zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen në terminin e tyre të rregullt në vitin 2028. Po më vjen keq që po e do shpoj opozitën shqiptare, por fati i tyre është i këtij. Kryeministri Kristian Miçkoski së fundmi paralajmëroi se do të mbështesë kandidatët e Vlenit në zgjedhjet lokale aty ku nuk do të nxjerrin ata kandidatët e tyre, deri ku janë bisedimet dhe kur mund të finalizohet e gjithë kjo marrëveshje. Realisht nuk është se kemi pasur një marrëveshje të veçantë me zotin Miçkoski për kitazi me mbështetjen reciproke me zgjedhjet lokale. Ka qenë një vullnet i dakorduar që si partner qeveritar të mbështetemi në zgjedhjet lokale. Kjo ka ndodhur gjithnjë në çdo cikël zgjedhor të zgjedhjeve lokale, jo vetëm partitë e kushtetit, por edhe partitë opozitare janë mbështetur me zveti, qoftë për listat e këshilltarëve, qoftë për kandidaturat për kryetar të komunave. Rrjedhimisht në funksion të kësaj zoti Miçkoski ka deklaruar se ai do i mbështes kandidatët e Vlenit. Nuk kemi folë për detaje, por besoj që në ditën e vijim pasi të shpatës zgjedhjet lokale do kemi edhe bisedime më konkrete se ku dhe si mund të mbështetemi me zveti. Gjithnjë do të theksoj se pushteti lokal do të shihet në funksion të qytetarëve dhe qytetarët nuk janë gjithnjë në komuna vetëm shqiptare ose vetëm se Maqedonas, por veçanërisht pjesë e pushtetit lokal që ka të bëjë me infrastrukturën lokale, me ujësjellsin, me kanalizimin, me dritat, me asfaltimin, me shkollat, me çerdhet, me ambulancat lokale. Është shumë e rëndësishme që të ofrojmë kushte të mira për qytetarët në pushtetin lokal. Andaj, për neve shumë është e rëndësishme që të mund t'i fitojmë ato komuna, të dalim të suksesshëm në zgjedhje dhe kjo pastaj të përkthehet në jetë më të mirë të qytetarëve. Rrjedhimisht do të kërkojmë ndihmën edhe bashkëpunimin të gjithkujt që do t'i mbështesë ofertën tonë për zgjedhje lokale, përfshi edhe partnerin tonë qeveritar vëmërodhë për mënej. Deri tani në opinion dihet vetëm me emrin e kandidatit për Strugën, pra mbështetja juaj për kandidatin e pavarur për Strugën me Ndiqyra, ndërsa ende nuk dihen emrat për kandidatët për komunat e Tetovës, Çaidin, Sarajr, në cilat komuna ju si alternativë në kuadër të Vlenit do të keni kandidatin tuaj dhe a mund të flitet për komuna konkrete dhe emra konkret tani për tani? Po duhet ta përsëris edhe një herë që kandidatët e Vlenit do të jenë të Vlenit dhe ne nuk i ndajmë të alternativës ose të partive të tjera, sepse interesi ynë është që Vleni të ketë sukses dhe jo partitë që e përbëjnë Vlenin të mund të mburen me suksesin e tyre partijak. Rrjedhimisht bile përtej kësaj, interesi ynë është që të dalim edhe jashtë strukturave partijake të partive që e përbëjnë Vlenin, kjo duke ofruar kandidat që janë të pranueshëm e të përshtatshëm për qytetarët, siç e përmendet shembullin e Strugës. Ne përkundër asaj se kemi plot mundësi që të karoj dikush nga partitë e Vlenit me ndonjë kandidat në Strugë, vendosëm që ta mbështesim zotin Mendi Qyra, duke gjykuar se kështu i bëjmë mirë Strugës dhe nuk është e rëndësishme që ne të shfaqim baraktarizëm partijak duke e dëmtuar Strugën. Andaj e kemi mbështetur zotin Qyra dhe kështu mund të veprojmë edhe në komuna të tjera ku mund të kemi këso kandidat që janë të pranueshëm e të dëshirueshëm për mjedisin e tyre lokal. Nëse do të kemi edhe raste të tjera në komuna të tjera, Vleni nuk heziton që t'i mbështesë
ata. Deri tash në Vlen nuk është se kemi dakordim ose vendim për emrat që do ta përfaqësojnë Vlenin në zgjedhjet e ardhshme lokale. Kemi bërë disa sondazhe dhe hulumtime. Kjo na ka dhënë një pasqyrë se kush janë emrat më të pranueshëm për zgjedhjet lokale nëpër komunat të caktuara. Ka mbetur që të ulemi bashkë të diskutojmë, po unë jam shumë i bindur që Vleni do t'i ofrojë emrat më të përshtatshëm për përfaqësim në zgjedhjet lokale, pavarësisht a janë ata edhe emrat të partive që sot e përbëjnë Vlenin. Kur pritet përfundimisht ti publikoni? Po nuk mund t'ju flas me data të sakta, të fundimisht është në kohën që do të shpallen zgjedhjet, por unë shpresoj që deri në fund të këtij muaji do kemi plot emra që do të garojnë në zgjedhje lokale në emër të Vlenit. Deri ku është transformimi i koalicionit Vlen në parti dhe a mund të pritet e gjithë kjo të përfundoj para zgjedhjeve lokale? Deri tani, në opinion, domethënë janë lakuar emrat për kryetar të partisë Vlen, Izet Mexhiki dhe Bjallë Kasami. A ka diçka konkrete lidhur me këtë çështje? Do thonë, ekziston një ujdi e përgjithshme që Vleni të shndrohet në një parti të përbashkët politike, por ka disa elemente të cilat e kushtojnë formimin e Vlenit ose kalimin e Vlenit në një parti politike. Janë çështjet juridike fjala bie fillimisht që askush nuk mund të jetë antar në dy parti politike të njëjtën kohë dhe për të bërë Vleni parti politike do të shuhen partitë aktuale politike. Ndërsa partitë aktuale politike janë disa nga ato që janë sot në Vlen, një pjesëmarrëse në zgjedhjet e kaluara dhe kjo lidhet me financimin e fushatës zgjedhore që e bën Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe ne nuk kemi interes që t'i shuhej partitë aktuale politike për shkak se atëherë shuhet edhe mundësia e mbështetjes që vjen nga KSZ-ja. Po janë pastaj edhe vendime të tjera politike në kuptim të asaj që neve na duhet të kemi një dakordim të përbashkët për objektivat ideologjike të Vlenit dhe e fundit mund të jetë tema e leadershipit të Vlenit. E kam thonë këtë edhe në takimet e Vlenit dhe mund ta them edhe në publik se çështja e liderit nuk është vetëm çështje e votave, por është edhe çështje e perceptimit të një figure politike nga struktura e përgjithshme që e përbën atë subjekt politik. Rrjedhimisht mendoj se na duhet edhe pak kohë që të konsolidohen figurat aktuale të Vlenit dhe se të jenë të gjithë pranuara si figura që mund ta udhëheqin Vlenin. Ajo çfarë mund të them informacion i përgjithshëm dhe i mirë për votuesit dhe për mbështetësit e Vlenit është që kemi të harmoni plot dhe nuk ka asnjë divergjencë, asnjë përplasje në kuptim të leadershipit ose të bajraktarizmave që rëndom shfaqen nëpër subjekte politike, por si duket kjo punë do mbetet pas zgjedhjeve lokale. Zotëri Ibrahimi, si që ndrojnë punët me eshalonin e tretë apo drejtorit, ka vende që ende duhet plotësuar nëpër drejtori? Po, ka edhe disa drejtori që ende nuk janë plotësuar, disa pozita që akoma janë të zbrasta ose që duhet të zëvendësohen, dhe kjo ka ndodhur për arsye thjesht formale. Fjala bie diku është i zgjedhur një drejtor me konkurs dhe nuk mund të shkarkohet pa i kaluar afati i mandatit që e ka. Diku tjetër kandidati që ne kemi propozuar nuk i plotëson kushtet ligjore dhe duhet të zëvendësohet me një kandidat tjetër. Diku tjetër janë procedurat që duhet që kushtojnë emrimin e një kandidati për shkak të lëvizjeve që bëhen brenda institucioneve për zhvendosjen e kuadrove. Andaj ekziston një numër i pozicioneve që ende nuk janë plotësuar, por ky numër, nëse mund ta them me përqindje, nuk është as 10% i totalit të emrimeve që është dashur të merren
nga Vleni, kjo ndodh edhe me emërotë DPMNE-n edhe me partitë e tjera që po ashtu edhe nuk kanë arritur t'i emërojnë për dallim nga pushtetet e kaluara ku ne kemi edhe përvojën e tillë. Kjo qeveri ka qenë rreptësisht e angazhuar që të gjithë që do të emërohen në pozicione t'i respektojnë kushtet siç janë të parapara në ligj. Fjala bie në qoftë se ka qenë e kushtuar që dikush do t'i ketë 5 vjet përvojë pune, por në ligj shkruan që do t'i ketë pasi e ka mbaruar fakultetin. Dhe ne kemi raste të kuadrove që nuk kanë emëruar edhe pse ata në total i kanë pasur 10 vjet përvojë pune, por për shkak se i kanë pasur shumicën para se ta mbarojnë fakultetin, nuk kanë mundur të emërohen. Domethënë kjo qeveri nuk ka bërë shkelje të emërimeve për asnjë kuadër dhe mua më vjen mirë që po funksionojmë konform ligjeve dhe edhe ne po mësohemi të respektojmë të funksionimin e këtij dhe jo të abuzojmë me ligjin duke gjetur zbrastira për emërimin e kuadrave të caktuara. Avokati i popullit Naser Ziberi është para pensionimit dhe sipas të gjitha informatave shpejti do të kemi avokat të ri të popullit, për shkak se sipas ligjit mandati i ombudsmanit ndërpritet kur i plotson kushtet për pension. A flitet për ndonjë emër konkret? Po, edhe ne kemi informacionin që zoti Zyberi shkon në pension dhe ai pozicion do mbetet për t'u zgjedhur dikush, por deri tash nuk është janë zhvilluar negociata për të propozuar një emër të ri. Në ditën vijim mund të kemi informacione të këtilla, por aktualisht nuk ka ndonjë diskutim rreth emrit të ri. Gjithsesi avokati i popullit nuk është një figurë politike, siç ka ndodhur të kaluarën me zotin Zyberi, i cili erdhi si shpërblim për fshatën që e bëri të kryeministit të parë shqiptar. Ne shpresojmë që avokati i ardhshëm i popullit të jetë një figurë konsensuale, që të jetë përfaqësues i interesave të popullit e jo përfaqësues i një subjekti ose një spektri politik. Në qoftë se do të ketë nevojë, këtë do e dakordojmë edhe me opozitën, por gjithnjë do kishim dashur që emri i avokatit të popullit të jetë një emër që i përfaqëson vërtet interesat e popullit dhe jo interesat e një subjekti ose një spektri politik. Zotëri Ibrahimi, në vitin 2017 si antar i Lëvizjes Besa, ishit kandidat për kryetar të komunës së Çajirit. A keni sërish ambicje të kandidoni për kryetar të komunës së Çajirit? Realisht as atëherë nuk kam pasur ambicje dhe as tash nuk kam ambicje, edhe atëherë edhe tash mund të them që vetëm mund të respektoj vendimet që merren nga subjekti që e përfaqësoj, domethënë, edhe atë ka qenë kërkesë e subjektit që unë garoj në zgjedhje lokale në Çajir. Sot nuk jemi në këso pozita, besoj se ka plot kandidat që e fitojnë Çajirin dhe nuk e shoh veten që mund të jem kandidati më i mirë për ta fituar Çajirin. Por nuk është që e refuzoj kategorikisht në qoftë se kjo e gjykohet si kërkesë e subjektit dhe e antarësisë sonë. Megjithatë, uroj që në Çajir të kemi një përfaqësim të mirë që do të jetë në interes të qytetarëve të Çajirit dhe shpresoj se kjo do bëhet me një kandidat të vlenit, aq më tepër që qeverisja jonë ka në fokus të veçantë zhvillimin e komunave dhe mendoj që Çajiri këtu ka mundësi të përfitojë shumë. Zotëri Ibrahimi, ju falenderoj shumë për intervinë. Ju falenderoj edhe jush.